Mirëmëngjesi, dashur televizionistë që janë dëgjues të Radio Skanën 92.9 në FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes që shikoni pak si ka gdhir, I vrentur me re dhe till, pra shikohet e tërë dita sotme. Do kemi edhe në kalim të diellit her mas here, por kryesore fare është që temperaturat vijnë me 2-3 gradë, më krahasuar me dje. Dashmiqë, ne sot jemi shtunë, data është 22 nëntor 2025, eksakte ora 7 pa pak sekonda. Dhe si çdo mëngjes tjetër mos harroni dashmiqë të nxitoni për të prenatuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Cila është tema për ditën e sotme? Temë do të thënë në dukesh pak si kështu si leggero, po që po ta vrasësh mendjen edhe gjen argumenta, sepse është një temë që sigurisht ka argumenta, ka profesionalizëm, ka bullizëm, I ka gjitha bashkë. Dhe gjithë kjo është e përmbledhur pikërisht në këtë pyetje. Nëse rastësisht merrni vesh se djali I shoqes apo I shokut tuaj punon si spion, çfarë do mendoni pas zë? Sa punon çuni punon spion? Çfarë do mendoni pas zë? Kjo është pyetja që të cilën do ju ftoj dashmiq ta mendoni, ta gjikoni dhe bujrum në 069 40 41 003. Nxitoni sa më shpejt, aq më mirë sepse më vonë çojmë pastaj gjithë gjumi, edhe fillon edhe bëhet dyndje e madhe. Duke mos harruar për të falendëruar Zotin që na zgjoi edhe sot, gdhihemi me këtë këngë së bashku me kafen. Me telefonatën në mëngjesi. Alo mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Leda nga Shaku. Familja. Mirë, do ju mirë? Mirë. Shioni në Tiranë vazhdon? Jo, tani për momentin jo. Edhe në siqeri, punë t'jap këndshëm, Aldo. Rozë, më falim. Tash për sa për I ka temës për zotin Aldo që është një ves I keq sa mos ka. Po pse më zemra është danat? Nuk është ves. Ja, po ja pas spion në gjë fjalë keq më Aldo, më thon drejtë prish pun kujdoj prish. Spioni prish pun kujdo. Thon drejtë. Domethënë, ndoshta edhe mbron kujdo. Ja, sido që tjetë, çdo njëri zgjidh vetë probleme, mes këne ullik, asnjë nuk ka shku mirë gjërat gjithmonë. Po më fal, po këta që punojnë në CIA, a janë spion? Po. Le të jenë spion, po sa vesi mirë. Po nuk është vetëm zanat, s'është ves. E ka Alda. Kanë Hoxha spionin e vartë, atë që e bën gabimin. E mante ves spionin, jo e fjalë spion. Natë në hyran qapë se vazhdo dhe për çfarë spioni, ku po dihet sigurt. Shiko, në botë ndoshta është niveli I lartë I inteligjencës. Edhe kjo mund të jetë, po mua është si fjalë e rëndë, spion është kështu e vështirë për ne. Do është edhe mund të jetë një anë I pjesë, po se besoj. Po zanatmi? Ta zanat, një gjoj e me në do spion. Ja, të s'më pëlqen fare. Më thënë, mua është një vesë shumë I keq. O një vesë shumë I keq. është vesë? Shumë zirët leko. Vesë edhe një punë shumë I keqe, zirët leku në atë mënyrë. Mire ke, qa punë, me se fiton lekja të spionu tjerët? Po normal pra, ajtë... Dhe se mora vesh. Kam fjallë më që dhe shumë gjoj. Përshëndetje, Zoti Aldo. Përshëndetje, kush jeni nga Prishtinë? Unë jam nga Tirana, Vasil Çavushaj. O, basome. Qa ke bosi dukesh? Mirë sjeti. Pa, as më shtym. Dëgjoj, të lutem, kjo është një temë shumë interesante. Po leja, se paragjykohet kot herë. Për atë që e mendon. Po çfarë tham mund të thëj, unë mirë ai që ka një shok, a djalin e shokut spion sepse mirë ai thua, po? Po mirë ai sepse nuk e kupton dot, por do vi dita sepse në punë mund ta bëj spionllikun, heq bukën tjetër, po do vi me një mes tjetër që në shoqëri që nuk do ta morë vesh kurrë më. Kjo është. Pra, ti spionllikun e quan si ves, jo si zanat. Është ves I keq, derisa s'desja zanat ka. Po nëse ky punon në CIA? Atë punon për shtetin, është diçka tjetër, po të punosh në një shoqëri që punon e ti që bukën tjetrit është shumë e keqe, po ta bëj në shoqëri nuk e merr vesh dot më, sepse nuk ekziston më pastaj. Pra, në shoqërinë spionliku është gjë e keqe, ndërsa shumë e keqe. Kur punon në shtetin gjë e mirë. Jo gjë e mirë, po interesoj shtetit dhe kaq, kjo është pika. E qartë. Ti biku ti bi vetë si mos I bie, e mora vesh. Shëndet e marsi. Mirë, me telefonatët mëngjesi. Mëngjesi do. Kush jeni nga Prishtinë? Ja, Tasim nga Tirana. Tasim si jeti, mirë? Mirë, si u dhe di u mirë. Faleminderit, vëlla. Aldo.
këto shpionët me inteligjencën duhet i ndajmë. Inteligjenca shërbek kombit, sepse është një domosdoshmëri për një shtet që të funksionojë. Po, qartë. Ndërsa shpionët e tjerë janë dy kategori edhe këto. Janë spionat që e kanë trashëgimin nga familja dhe spionat që janë pa aftë se nuk mund të bëjnë asnjë lloj pune tjetër. Po tani trashëgimi nga familja se di këto. Po, këtë të garantoj unë sepse kemi shembull konkret. Mund të kesh një rast që ka marrë zanatin e djathtit. Jo një, por me 10 raste si unë brez pas brezi spiona që në kohën e Turqisë e përfundojnë kohën e sotme. Pra që nga zanat? Është e ka zanat. Nuk e ka në gjak, nuk mund të rri pas spionu sepse e ka ves. Ai kuptoj. Ti po thua ves apo zanat, se s'po të kuptoj? Jo, nuk është zanat. Nuk është zanat. Është ves. E kuptoj. Është ves. Dhe spiona janë gjithmonë pa aftët. Ata që nuk mund bëjnë gjë tjetër, nuk mund bëjnë punë tjetër. Po shiko tani, më fal, spioni kur zanat? Jo, nuk është zanat. Nuk është zanat. Okej. Jo. Okej. Absolutisht. Okej. Ai përshëndetje. Gjithë mia. Telefonata imi mëngjesi. Alo, mëngjes. Kush jeni nga Fisti? Unë nga Divjaka. S'të dëgjoj edhe një herë? Niko nga Divjaka. Niko nga Divjaka? Po. Po Niko. Gjovlan. Me kanën verit. Pa pasun spiona dhe pa kushin 1200 lekë. Po nuk është kjo pyetja që kemi ne. Ndevla, hajtë. Në shëndet. Ore, shifni pyetjen tani, na bëjnë histori kot, kohën e verit thot. Shifni pyetjen dhe bujrom. 069 40 41 003. Pikërisht në Klan, në njëkohësisht Radio Klan në 92.9 në FM. Miq, sot është nata finale e këngës pangjike. Me telefonata në mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Edhe një? Telefonata. Mëngjes Aldo. Mëngjes, kush jeni ju? Moza nga Londra. Moza, good morning Moza, si je? Jo mirë. Faleminderit, urdhëra. Sa për temën e sotme, ajo fjala spion tingëllon keq, Aldo. Sepse në çdo sistem, edhe në çdo shtet, këto ekzistojnë. Për shembull, kur kemi qenë ne, komunizmit janë qenë spiona, ndërsa sot këto quhen informator. Edhe këto i përdorin. Po quhet, atë informator është përdor. Mirë, po sikur ajo fjala spion tingëllon keq. Po pse tingëllon, zemra është zanat? Po pra zanat, paguhet për atë punë. Sigurisht. Kanë kap shumë shqiptar që kanë bërë krime atje. Në përtagje i ruajnë kush futet, kush del, adresa gjithë. Këtë nuk mund ta bëj polici, e bën vetëm një civil. Po. A kupton? Ai të bën edhe pizza në shtëpi, edhe mund të jetë ndryshe. Qartë. Ai mund të marrë edhe koshin e plenave, edhe mund të tjetër qëllim. Nuk ka asnjë të keqe, asnjë. S'ka asnjë gjë të keqe, po bravo. Absolutisht. Në rregull. Shërben shtetit. Shtetit o një kompania, kush e di? Pra, punësura për atë punë. Këto e marrin shtetin. Ju e marrësh, po a mund të ndodh? Un kam dëgju për këtu që shumë këto që marrin shtëpia me qeraj përdorin prostitucion. Tash ku është e keqja? Pse di këtë? Vërtet? Shumë filan adres. Asi të keqe s'ka. Jo. A kupton? Kam një pyetje unë, nëse shefi thot një punonjësi, shiko, po erdhi njëri me vonesë po thuj. Më raporto. Çfarë është ky? Ky është spion apo? Është tjetër gjë. Shefi është tjetër, ndërsa ato që paguhen për këtë punë për gjitha llojet, jo vetëm për ashtu, për gjitha llojet, e kanë një ashtu, për terrorizëm, për vjedhje, për ato ndjekje. Unë po të shtroj një tjetër pyetje fare, po ti se dëgjove çfarë thash. Po? Se s'ka gjë, s'prish punë, herë tjetër. Telefonata më mëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Xhuli nga Tirana. Xhuli, po si jemi Xhuli? Mirë. Urdhëre tash. Për mendimin tim janë njerëzit që duan t'u bëjnë keq dikujt. Ashtu, a? Janë të lindur për të bërë keq dikujt. Kështu që nuk është as zanat, as me dhunë, po janë njerëzit për të bërë keq njerëzve të tjerë. Bëjnë keq njerëzve të tjerë, thotë ti. Po, janë shumë e bindur. Do të thënë, nëse
Ti je në punën tate, unë kam ina aty dhe do vetë ti them shefi tatë që ti nuk e bën mirë punën. Sepse ti në alten, tu në altim. Po në qoftë unë se bën mirë punën, kush është spioni? Po unë pra që vetë i them shefit. E kuptova, po është e keqe? Po shumë e keqe është. Do në e lidh me mua apo lidh me punën? E lidh me ty që të bëj keq të të heqin nga puna. E qartë, po në fakt, nëse ky person punon keq, ti thua shef. A ti mund të jesh në punën tate, në jetën tate, dia i atje lart, shefi të shikon. Shefi të shikon. Në rregull. Mirë motor. Më falë dhe një si këshemrin? Gjuli. Kësa do bëja dhe unë tani? Fiks. Shumë. Ecim, jemi me figurën e kombit, me Angelin. Ku je më njëri, ku je? Mirëmëngjes Aldo, mirëmëngjes të gjithëve. Edhe nga dita e sotme, në ditë e shtunë sot Aldo, me shteshin që e shikojmë çdo ditë në fakt shumë plot, të gjallëruar dhe plot me njerëz, por si ditë e shtunë patjetër që sot është më bosh Aldo, sepse njerëzit patjetër që janë atë ditën e tyre të pushimit. Normal. Edhe duan të flenë çik gjumë patjetër. Çfarë bëhet? Mirë Aldo, do të nisim pak humbur kohë, janë rritur Aldo kërkesat për guzhinjer. Shumë të rinj ndonë se zgjedhin në fakt guzhinën për të studiuar, ata e shikojnë rrugtimin e tyre jashtë Shqipërisë dhe jo brenda vendit, duke lënë kështu si pasojë që të rritet kërkesa për guzhinjer dhe tregu të ketë mungesa Aldo. Kuptova. Tani një debat ka patur njëri me prindërit pasi kishte përfunduar institutin kulinar për guzhinë këtu në Tiranë dhe mbas një viti eksperiencë që ka punuar këtu në restorant në Tiranë, ka vendosur Aldo të largohet për në Gjermani. Duke fituar atje një kontratë pune nëpërmjet këtyre agjensive që rekrutojnë punonjës. Tani e Jamajati thotë që e mirë këtu, i thotë, shikos zanatin këtu të rritë e ecës në vendin tënd, i thotë, por djali e mendon të ardhmen andej se nëse mund ketë më shumë lekë. Le të shkoj ta provojmë një supozamenti. Patjetër eksperimenti është. Tani Aldo. Po preferohet shumë periferia për të jetuar. Një familje ka shitur apartamentin në Tiranë Aldo dhe ka ndërtuar shtëpinë në tokën që kanë pasur në Sauk Aldo. Ka pasur nevojë me këtë kontaktin me natyrën, edhe me fshatin. Edhe kanë vendosur të largohen andej. Tani një histori kështu Aldo, një story, një bukpjekës ka kriposur një lagje të tërë Aldo. Një minut, është lajm tjetër, mbaroj kjo? Po, tjetër, mbaroj kjo. Një familje do ndrojë shtëpinë, çfarë është lajm ky? Jo, po preferohet masivisht pjesa e periferisë. Po ti fole për një familje, po s'u them për masivisht. Po, për një familje patjetër, por nuk është se është vetëm tek një familje. Tani edhe nga biseda që dëgjojmë në përditshmëri, domethënë njerëzit po e preferojnë periferi, nuk është më që po pëlqejet edhe po dashurohet kjo jeta urbane, por edhe ajo periferike. Lajmi qëndron këtu Aldo te familja që e la shtëpinë në Tiranë, pra e kanë shitur dhe kanë shkuar për të jetuar në periferi. Po s'është lajm ky se ka kohë që e bën gjithë. Jo, lajmi qëndron te familja që e bëri. Po nuk është lajm më burri idiot. Nuk është lajm se ka kohë që e bëjnë. E di që e bëjnë shumë familje tjera. A që unë tepër që e di ke? Familja konkrete, po flas për këtë familje që ka ndodhur jashtë situatë. Po mundohem të kuptoj, po okay. Gazetari Breziri, ndoshta s'u marr vesh. Tjetër? Tani një bukpjekës Aldo ka kriposur një lagje të tërë gabimisht në Brumatrica, aty ku punohet edhe brumi. I ka rënë kripa Aldo, po nuk i ka rënë pak, po i ka rënë shumë Aldo dhe kanë nxjerrë në treg bukët me shumë krip Aldo. E ka kriposur gjithë lagjen. Se zoj shkojnë më. Një sërish në fakt nuk është se pronari është revoltuar, por kanë sportuar këtu në të qeshura në fakt gjithë ata banorët e lagjes dhe me edhe ai Furxhiu ka qenë këtu i vjetër në zanat, po ja që ndonjëherë edhe profesionist e gabon, nuk është ata po studi e madhe. Mirë, zemë mirë. Mirë si është unë, okay. Rozllaj, suksese në jetë edhe më gjarë. Mirë, shumë një telefonat. Mirëmëngjesi? Mirëmëngjes, Aldo. Kush jeni nga Fisti? Naimi nga Mamurrësi. Naim, çka ke bote me? Si ke qenë? Si, çet më para ditë rri, mas ditë pushoj. Në rregull, pas një arkes. Urdhëroj. Ju përshëndes për emisionin, po spionat në Shqipëri. Sot për sot e kanë gen. Edhe nuk janë disa persona që nuk mund rrinë dot pa e spionu. Vërtetë? Çdo gjë që të shohin, edhe të drejtë edhe të pa drejtë. Që kanë të zotë, janë të zanatit, po? Po. Pra të thu që spion liku nuk është zanat, është ves. Ves.
Vetë dhe vesë shumë i kesh për çdo lloj drejtimi. Po ta kapishin gjuhë më rregull. Janë informatorët ata që duhet të informojnë. Duhet të jenë njerëz me shkollë që të shohin diçka si është e rregullt apo e pa rregull. Po këta spionat e kanë si të rregullt si të pa rregull. Këta e ke për ta të cias besoj. Po. Në rregull. Mirë vllai, rrosh që na morën. Faleminderit. Po, sa është ora është gjysmë fiks, atëherë bie të kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri në studio. Nuk vonohemi. Okej. Ora është pa 26, i bie 8 pa 26 minuta miq. Vijoni për prenotuar 069 40 41 003. Okej. Mirë shumë me telefonatën e mëngjesi. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Bashkimi nga Tirana. Bashkia. Faleminderit, ju mirë Aldo. Mirë, ordoj dashur. Po më çka ke bënë jo? Në spionlik, e bënë spionlik. Tu në s'ka dërorë shefoni dhe? Ja. Po ka qenë shpreja kështu. E di me di. Kur takoje në jomë, ke bënë spionlik. Vare, dhe unë në serin pas. Ndoshta, unë të qenë. Aldo, dikush ju e spion, për mua. Spion quhet ai që s'merr lek për spionlikun. Ai që merr lek nuk quhet spion. Po mirë, ai është i punësuar. Nëse ti sheh një ngjarje në rrugë dhe merr 112-ën. Është spionlik, çfarë spionlik është? Nuk është spionlik, po. Ai është qytetari Aldo. Qytetari. E kuptova. Nëse shef fshinjin tënd, ti po hedh perat nga gati dytë. Po patjetër që duhet jo të lajmërosh, po ti shkosh direkt komshiu, jo. Nëse një person vjen me bonesë të punë, ti i thu shefit. Çfarë quhet? Si i them shefit? Pse ti them shefit? Shefi ka njerëz i pagu për atë punë. E kuptoj. Duhet punë madhe. Pra që ka zanat. Është profesion, Ronaldo. Është profesion. Po që se me legët, nuk quhesh mos spion. Je i punësuar. Jo se me rrogë. E di si quheshin këto Aldo? E di, fuksa. Ti e mbamen 80 lekësha, 80 lekësha. Po, e di. Mirë vllai, falenderoj shumë telefonatën. Turoj gjithë të mirat. Edhe një po. Telefonata në mëngjesi. Mëngjes Aldo. Kush je Kristi? Ana nga Tirana. Ana si je? Po mirë, ja u gdhim edhe sot, falë zotit. Atë thuj. Falë zotit. Mi more pak ato mendimet e mia, që desha me thanon. Emërtimi spion, sigurisht që njerëzit e kanë bëmë kanë një emërtim negativ. Pa. Kështu mendoj unë. Si që thatë dhe ju, në qoftë se unë do shoh një sherr në mes të rrugës dhe njoftoj organet kompetente, unë nuk mund të quhem spione, përkundrazi, unë mund të quhem unë apo dikush tjetër, mund të quhet një njeri pozitiv që ndërpreu një sherr të madh apo një rrahje të madhe apo etj. Po në fakt gjesti që bëre ti çfarë është? Është një gest që jo shumë kush e bën sot, se tjerët mbyllin syt dhe kalojnë në rrugë, shohin dhe nuk tregojnë, pra. Ky për mua është ndihmes, ka një gjesti që është në rrugë. Qartë. Apo, më fal, unë mbrëm dola nga bulevardi, kam parë në përstolat e bulevardit të gjithë kanaçet e mundshme të Tiranës që mund të ishin. Ne do kisha mundësi, do kisha njoftuar organin kompetent, s'pata mundësi edhe kaq. Ula, në rregull. Pra, e lash se nuk mujta me bagja unë, s'mujta me kupton. E kuptoj po si, kuptoj. Spionlik është edhe mi thon shefi që ka ardhur von Ana, apo ka ardhur von Aldo, më fal për krahasimin, apo ka ardhur Hyseni e tjerë. Pse spionlik kjo? Nuk është spionlik. Ky është një realitet, po tregon të vërtetën. Pra. Nuk mund ta quash spionlik se thuhet vërtetën. E kuptoj. Nuk po flasim pastaj për termin e spionlik, se më kujtohet lulkuqe mbi mure, o spione, kupton? Edhe spion majmun, pra, edhe në atë kohë se kanë pranuar këtë fan. Marrësh. Më kupton, po ne nuk dim me zgjerua shumë mirë termin e fjalës spion, apo edhe prandaj kena përfundu ku kena përfunduar. Fitoft më i miri se unë të natën këngën magjike. O zotit, falenderoj shumë e dashur. Shëndet e marsit. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata kanë televizorin hapur. Lëres jam të prit bë. Ika, bëhemi gati avash për në Vlorë. Me figurën e Vlorë, delo hëmo?
Mirë mëngjesi apo të. Ose ke dëgjuar zëri. Aha. Po, më dëgjon tani? Po dëgjoj, po dëgjoj keq si zëri, po. Po, dhe po thosha një dorë sapo kanë filluar të rreshtet e shiut. Aha. Normale do të bëjë drejt. Te nga neve u hap. Nuk e dëgjova, fal. Po se dëgjova se ke shumë keq atë. Bieshi, mirë. Provojmë telefonatën ndërkohë sa të rregullohet. Telefonata e mëngjesi. Alo, mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Jo, tjetri nga Lezhë jam. Po Petër si je? Po si je ti? Çfarë ke boti? Te ke futi tema për edhe, ti ke fut për njerëzit në telashe. Po, unë telashe më është një gjimnastikë e trurit në mëngjes, nuk është në temë etike kjo, po thosë se po. Po ndajmë pronat. Teme bukur shumë në gjatë. Normale. Pion Leku është talim tysh në kohën e Krishtit më burrë edhe. Aha. Edhe ka vazhdu deri në ditët e sotme. E di. Domos në kohën e Enverit jo vetëm shoqja për shoqen e shoku për shokun, po edhe vllai për vllajin kanë spionu me aba grupin aty tjetër. Po ti thu kohën e Enverit, po pse në kohën e Zogut jo? Po edhe në kohën e Zogut. Po pse në kohën e Lipash të Velinës jo? Qa thotë më burë? Pasam edhe në kohët e sotme, po. Po bravo. Sot e prep ka ndryshuar i fije se ka hikja ekonomia tregut shohin punën e vetë të stili. Po Pion Leku për mua është gjëja më e frikshme në botë. Nëse e konsideron shok ose shok. Po në rast se një spion shpëton botën, çfarë është ky? Ai është njëri më i frikshëm. Pra, pavarësisht shpëton botën, po? Njeriu më i frikshëm në botë. E kuptoj. Mirë vlla, rrofshin amore. Telefonata e mëngjesi. Okej, mirë. Provojmë një herë Florën. Djalë hama. Po, si dëgjoj tani? Ani shumë ndryshe burua. Vetëm jam çikëri të po vllai, hen çik shpejt. Po, edhe po thosha për pjesën e habereve tona, në rasti një zotëri Aldo, i cili ka një lokal, një biznes të tij, dhe kohët e fundit ka filluar të njohë një zonjë rreth të 50-ave, në pas ka shkuar ajo. Një zonjë të re, po. Po, një zonjë të re rreth të 50-ave, dhe aty kanë nisur ato shkëmbimet e fjalëve, le ta themi ato pushimet e para, mi po zonja e zotërisë, pronarit, le ta themi, ka vërejtur diçka. E pak, se hedhët, jo. Jo, nuk ja hedh do, se kanë qenë disa xhime, domethënë po të fundit, disa shpenzime të tepërta dhe pa ndonjë, domethënë që ti duhen punës. Dhe aty ka filluar që ta ndjekë zotrin derisa i ka parë të dy duke futur në një hyrje pallati, dhe aty domethënë i kanë ndjekur, u ka shkuar deri te shtëpia, domethënë ku e kishte zonja. Aty kanë nisur ti përgjoj derisa ka trokitur dhe më pas kanë dalë të dy, kanë filluar të konfliktohen me duar, si thonë, pa dashje zotria, i ka shtytur të dyja, po bashortja e tij është shtyzuar nga shkallë dhe pa dashje, ka thyer këmbën, pa dashje. Sa gjuna, po. Dhe më pas dihet vazhdimi pasaj që ndarja e tjera, por që janë të zotris, fare të zotris, nuk kemi që t'i bëjmë. Po përveç saj është një djalë tjetër Aldo, i cili ka vite që jeton i jashtë, dhe ka vendosur që dy prindrit e tij ti marrin nga një fshat i Vlorës dhe ti sjellin në Vlorë. Dhe u ka blerë një shtëpi, e ka hedhur shtëpinë në emër të tij. Mirë po, bashkë me prindrit jetonte vllai tjetër. Domethënë për gjë që aty bëhet shumë miq edhe prindrit mos rrin vetëm, siç dihet domethënë. Por e bukur ashtu se tani ja ti kërkon që shtëpia të kalojë në emër të tij, pas shumë këmbgulëshe për ta ditur se për çfarë arsye donte që shtëpinë t'ia linte djalit tjetër. Po. Tu ka nisur ai debati, domethënë që si unë s'kam shtëpi për vete, e bleva për juve, pavarësisht se është në emrin tim, edhe ti do të më marrësh mua tani t'ia lësh djalit tjetër. Kuptoj. Se kjo ishte ajo ideja që donte të bënte zotria. Megjithatë, djali ka arritur deri në pikë sa i ka marrë po prapë që të dy të tre në fakt ata jetonin të tre dhe i ka thua përsëri në fshat që mos të vazhdonin më këtë pjesë e konflikteve dhe mos tani deri në pikën sa vllai mos të flasi me vllai. Lëre. Mirë figurë. Mirë, çfarë do bësh tuaj? Ikse do të zësh ju tani edhe ruaj veten. Mirë? Tikëm. Hajde gjithë mirë. 8:10 është ora. 069 40 41 003. Me telefonatën e mëngjesi. Alo. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Po s'ka mundësi emri. Në rregull, rrofsh. Telefonata tjetër mëngjesi.
Mirëmëngjes, Aldo. Faleminderit, juve kush jeni? Niko Mërtika nga Lushnja. O Niko, si dukesh, mirë? Mirë, po si Aldo di? Edhe një herë? Aldo edi? Po uli zërin televizorit, vlla. Po ta kuptoj zërin, djo. Amo. Aldo. Amo. Pra temën e djeshme dhe e kapa në fund para se të vlezojnë dot. Ka marrë e djeshme, vllai, s'kemi punë me djeshme. Ja, jo, sa e ka muhabeti ke paqen në botë. Në rregull. Paqen në botë. Oho, shna gjeti, edhe kjo iku. Kështu që vjoni miq, 069 40 21 003. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Mëngjes. Po kush jeni nga Prishtinë? Parimi nga Tërgoja. Edhe një herë emrin? Parimi nga Tërgoja. O papi çfarë bëre ti? Mirë. Si keni ardhur? Faleminderit, ti vet. Sa për temën tash. Spioni është rrasë me keqe më. Po pse më është zanat më burrë, që ka rrasë me keqe? Po punën e baj, po le që bë spioni pa ai spif. Ai çfarë? Spif, nuk të drejtën. Nga e ti? Beli se i kom qarët 75 vjetë. Qarë thu dhe je? Fol pak a bash, bla, dhe jer? I kom 45 vjetë. Sa vjetë? 45 janë. Po. Edhe e qa pasaj nga e ti? Që spioni ishtë? Pe di. Po nga e di pra te, mora peshu gjeti, po nga e di. Pe di se e kom jetue. E ke jetuar vetë? Po. E që kanë spionun për ty? Ata nuk të rgojnë drejtën bile, sa se më bënë për shpifin. Po plak, fol pak a bashkë, se s'kuptojnë çfarë thua, edhe i herë? Shpifja. Po shpifës, është tjetër gjë, ne më themi spionës, po themi shpifës. Spionës, ishte të fjallë. O plak, ti do render, se s'marrë vesh. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Aha. Kush e di? Kush i merr vesh? Mirë, si dun. Okej, atëre. Ne ndërkohë vijojmë 069 40 41 003 pikërisht në Klan dhe në Radio Klan 92.9 në Fama. Shumë me telefonata në mëngjesi. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Pietro nga Shkodra. Pietro, si je? Mirë mendojmë, po ju? Mirë, faleminderit, rodroj dashur. Dhe si ke këta spioj tuj që nga lidhin na lajnë me prit. Në orë të punës. Na lajnë me prit, ha. Se ti del ky spioni i Klanit. Fiks. Ju shkoft marë puna. Rozdaj. Fund javë. Rozdaj, faleminderit. Okej. Vjoj me, telefonata në mëngjesi. Shtrëngoj pak. Telefonata në mëngjesi? Kush jeni nga Prishtinë? Alo, mirëmëngjes. Po, kush jeni nga Prishtinë? Unë jam Arditi nga Berati. Qa ke bërti, vlla? Mirë je? Mirë, si jeni? Me shëndet, si ke qenë? Mirë, faleminderit. Ju si keni qenë? Mirë, qa bën Arditi? Me qa meresh? Unë me punë për Tiranë, po iki, po thjesht një telefonat doja të beja të përshëndesja aty. Aha, rozda, po s'kemi. Nuk kemi përshëndetje të neve. Telefonata në mëngjesi. Alo, mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Redi nga Peshkruja. Redo, çka ke bë? Ja, me hiç në punë, Tiranë, Durrës. Ore, me çfarë merresh ti? Shofer kamioni. Lodh morzitën çiku. Po, hajde, trafiku. E di pa, ju e boni trafikun? Kamionat? Apo ja? Boni ju me makinat e vogla. Po, ndoshta ke drejt. Pra, zeni rrugën, pastaj kemi ne. Ne për punë kemi dalë. Po normal, po edhe ne nga halli dalë ose për qef. Dhe për temën mora. Amarele. Po, dëshej Spion ligu o zanat. Po pra po. Zanat ndryshon nga shpifja. Po mirë, s'po flasë për shpifje, një tërmobet. Po pra, o zanat i vjedhe. Aha. Edhe a i paguat për atë punë. Po normal me. Në shofë se s'paguat atëherë ju ka bo vezë. Në Amerikë quhet për shembull një prej niveleve më të larta të inteligjencës. Apo jo, CIA. Apo nuk është kështu? Normal. Ne marrim një shembull të thjeshtë. Aha. I përqes një punishte. Po, punishte, po. Po, ai do të raportojë më dha, Redi nuk ka ardhur sot në punë. Po normal.
ka ardhur 10 minuta, po pse do të tham spion? Më shoh se e shpif, o çon tjetër, ai po ka thënë drejt, ai paguhet për atë punë. Po rreti është tjetër mohabet. Edhe e thon Pilani o spion. So spion ai po bën thjesht punën e vet. Po kështu quhet. Pra ata që paguhet. E marr vesh. Mi mori do rrofshin amore plak. E s'ka vashur, kujdes rrugës. Hajde bosi, gjithë mira. Okej, vajte ora po. Ora është 8 minutë, bie të kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri në studio, nuk vonohemi. Okej, mirë, koha është hapur, sigurisht se shikoni dashmiq, por mos u gënjeni se shumë shpejt do të filloj prapë edhe shiu dhe të kemi një lloj si djath. Ndërkohë shi apo diell apo re apo erë çon si ka teknologjia ecën për ditë. Ajo që ne e mendojmë të re, sikur e dim, në fakt është bërë befas e vjetër sepse kanë ndryshuar gjërat, kanë lëvizur gjërat, ecin nëpër botë. Ne merremi me hallet tona, bota ecën me teknologjinë. Ndërkohë dhe të ftuar në studio ne kemi Erifleu Cepën, i cili është eksperti IT. I dashur mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aldo. Mirëmëngjes. E po thoja, domethënë, kujtojnë që i dim neve gjitha, po befas që ndodh kanë gjëra të reja. Ndër përditësimet e teknologjisë, çka kanë gjë të re që ne na habite në mahnit? Gjëra të reja, domethënë arriti Elon Musk që arriti për herë të parë të bëjë një robot ose një humanoid lëvizë njëri. Domethënë, sekreti i Zotit ka qenë të gjymtyrët, po Elon Musk që di sekretin e Zotit që të bëjë robotet lëvizën aq smooth, domethënë aq që duket si njerëz. Si njerëz që as se kupton, edhe nga kjo arritje kaq e madhe, shumë njerëz menduan që është njëri i fshirë në robote derisa kompania Elon Muskut e Teslas arriti ta zbërthente robotin që t'ia tregonte publikut që okay, kjo është robot, nuk është njëri brenda saj. Po ky si që njëri në Rusi që prezanton robotin dhe urrëzon robotin, sa ishte një. Kjo ishte një gavë, domethënë nga shkencëtarët rus. Në një sera, Kjo ishte një gavë goxha e madhe nga shkencëtarët rusë, po mundohen. Mund të qenë lapsus, apo jo? Po jo, kjo është një gavë, realisht është një gavë sepse ishte president, domethënë kryeminist, nuk di se ta shpjegoj, presidenti i shtetit edhe ishte prezantimi, deputimi i tyre kryesor te ai roboti, edhe si humanoid dështojnë në momentin e lëvizjeve, në momentin e ecjeve. Domethënë dështoi të pjesë që kjo është normale në është normale, po në këtë periudhë dhe në këtë kohë që kemi ardhur nuk do të kenë gafa të tilla kur është një prezantim shumë i madh drejt një publiku shumë të gjerë gjithë botën, kupton se Rusia nuk është një vend i vogël që bëj gafa të tilla. E kuptoj. Ata kanë nxjerrë këto robot që luajnë futboll, se shishe një kështu. Po. Ke robot që tani Kina, si kam thënë, Kina është 300 vjet para nesh, ë. Këta duhet ta dimë. Jo para nesh, po para gjithë botës 300 vjet para. Kina kështu, ë? Po Kina. Normal. Ja. Po në futboll ta. Kina ka automatizuar robotet e parë që të gatuaj gati 200 deri në 300 pjata në orë. Në kuzhinë. Çfarë thotë më? Po, kjo është diçka që po arrin ata. Domethënë shumë kuzhinierë kinezë janë friksuar pak se sado që tradicionale nuk zhduket, por bëhet fjalë të restorante prestigjioze që i duan ushqimet e shpejta, duan ushqimet e sakta, duan ato ingredientet e sakta të kohën e dur. Dgjoj, po kjo puna e trurit më burri thotë. Kjo mendoj se deri te zemra që zvendçohet te këto organit hajt më edhe një gjumë. Po të zvendçosh trurin? Pra kjo është një pikë pyetje shumë e madhe që mund të pyesë njerëzit çfarë zëvendësimi trurit mund bëhet, por teknologjia po arrin që vetëm nga një chip, domethënë shumica e njerëzve, do ja shpjegoj më shkurt, ajo karta memore që ne kemi në telefon, një lloj kartë memore aq, por më e avancuar që ne e quajmë chip, po chip AGI, bashkëlidhet me një komplet, domethënë një teknologji komplet teksat vogël sa një mikrotelefon, edhe vendoset në pjesën e trurit. Domethënë se ai gjallësë e njëri ka vdekur, ajo e jep një shtys, një elektrizim edhe ngjall komplet trupin me njëta kujtesa, në të njëjtën orë që vdiq. Pra, domethënë Po mund të lëvizë, mund të jetë çdo gjë efikase. Me këtë që ti po thua, ne po zëvendësojmë Zotin. Po luajmë rolin e Zotit, po. Është pak e rrezikshme kjo? Është e rrezikshme, po që mund dalë jashtë kontrollit shumë shpejt edhe mund të ketë fatkeqësi goxha të mëdha. Pse mendon që del jashtë kontrollit? Sepse nëse tani ti bish shkurt, ne jemi krijesë e Zotit, në një gjë horror ta shikojmë, ne çmendemi pak ose psojmë një shok. Por kur është një teknologji pson një mas,
Pëson një mas, një keq përdorim ose një keq funksionim, do i bie të jetë diçka drastike. Ai person ndoshta nuk vdes as në një plumb, gjithë organet ai vetëm ecën, kupton? I jep vllai një shutdown. Aty dhe aq net. Po, ai person që ata ketë në dorë, nuk besoj të japi shutdown. I bie të kryejmë superheroin me duart tona. Po, do të thonë ose armë ose vrasje me duart tona. Po, armë jo vrasje, po vdekje prurse me duart tona. Po do të vdekje prurse. Do të thonë mos po afrohemi te vija e kuqe. Jemi afruar te vija kuqe, jemi afruar goxha shumë duke nisur me atë ngjizjen e fëmijëve me eshtrat e njerëzve të ndryshëm. Nuk sa ka arrit Dubai, është një lajm shumë i vjetër, por ky lajm po bëhet goxha më i ri duke ditur që shumë futbollistë të njohur si Messi, Ronaldo kanë dhënë atë kontributin e tyre që kjo të funksionojë, që ajo e kaluara tyre mos harrohet, po dalin talent si puna e tyre. Domethënë janë marrë gjithë erët të gjithë shkencëtarëve dhe po krijojnë, po bëjnë tani, janë duke krijuar mostrat e parë. A mundet që inteligjenca artificiale e ditë sotme të marrë vendime të pavarura, do të thonë pa mbikëqyrjen e njeriu? Po, ka arritur dhe po arrin. E ka thënë edhe vetë Masku. Groku, domethënë aplikacioni i tyre po përpunohet vetvete, nuk po e përpunon askush. Çfarë thotë më? Po mirë, a marrin masa këta për, do të thonë realisht në industrinë e teknologjisë për sigurinë e inteligjencës artificiale, merren masa apo? Është anasita si njeriu, Zoti nuk mori masa kur na krijoi ne, kështu që as ata nuk do marrin masa kur të krijojë ata. Dhe diçka është e frikshme, është e horror, por të saktësuar, nuk është problem ndoshta teknologjia, po ndoshta janë kompanitë. Problemi e njerëzit realisht, nuk janë kompanitë. Problemi e njerëzit se si do i trajtojmë. Ata ndoshta robotët ose humanoidët kur të jenë në vetveten e tyre, ndoshta do jenë si puna kafshëve, si do i trajtojmë ashtu do na trajtojnë. Çfarë thotë më? Po mirë, këto programuesit, inxhinierët çan këto, çfarë roli do kenë në parandalimin e këtyre situatave? Ata nuk do kenë rol parandalimi, ata do kenë rol vetëm rregullimi. Domethënë sistemimi, updatimi. Po. Nëse ato vetë updatohen, do jetë atëherë do dalin jashtë loje komplet programuesit, edhe do futet në lojë vetë roboti që do programojë një robot tjetër, sipas interesave të tij. A kuptoj. Po me ky roboti që bëhen, çfarë duhet të kenë domethënë përveç se unë prapë sarita kuptoj, domethënë. Çfarë duhet të kenë? Sensora, ku do të quajnë to? Po, sensorat është diçka, është diçka që kemi parë në filma pas shkencor, por sipas teknologjisë, sipas shkencëtarëve të sotëm, ka diçka që po e përdorin në brendësi të një humanoidi. Po flasim për humanoid që ta cilësojmë jo robot, kemi parë ato gjërat e vogla që lëvizin. Dhe ato janë robot, humanoidët që është GI është tepër e lartë. Gati si njeri, po. Po është gati si njeri, ka gati 10% të qenies njerëzore brenda tij. Ashtu, ëh? Po, 10% të qenies njerëzore brenda tij. Mund të ketë një kocë, mund të ketë një vesh, mund të ketë një sy të një personit, domethënë 10% i ka pjesë njerëzore. Çfarë çudie domethënë, no? Po mirë, jam kurioz, pse i prezantojnë këto robotët para njerëzve? Për çfarë bëjnë? Sepse duan të zëvendësojnë njerëzit tani e Masku ka thënë duhet të zëvendësojnë njerëzit e mbel, duhet të zëvendësojnë ata njerëzit që janë që pa e thënë pak shqiptar që përtojnë të hedhin plerat, ata do kryejnë punë të shtëpisë, do bëjnë gjitha gjërat pa lodhje, pa ushqyer, domethënë vetëm i karikim. Jo e marr vesh po. Domethënë e shef këtë lloj kërcënimi. Domethënë që po nuk punut vllai, ju zoncova me këtë. Unë nuk e shoh, nuk për veten time nuk e shoh si lloj kërcënimi. Kërcënimi shoh tani nuk duhet të dalë kundër qenies njerëzore, po them e shoh pak kundërshtar qenie njerëzore ndaj kësaj qenie. Po po. Dgjoj, çfarë ndodh mas këtyre skenave? Domethënë këto që i shohim neve, dakord. I nxjerrin edhe vetë, domethënë. Nga informacionet që kanë, nga çka e bubru nëpër internet. Çfarë ndodh mbrapa këtyre skenave? Tani mbrapa këtyre shpëtimin e robotëve që ka shumë vdekje njerëzish, që nuk shihen në publik. Ka shumë vdekje njerëzish. Pse? Sepse nëse bëhet eksperimente një humanoidi që do të jenë barabartë me qenie njerëzore, bëhet testi me qenie njerëzore që të pothitet me një humanoid. Më është një rrugë komplet e gjatë, komplet e ndërlikuar, nëse ajo sekuencë nuk funksionon, ajo kirurgji shkencore nuk funksionon në dy lidhjeve. Ti thua që qenia njerëzore në këtë rast është si kavje. Po ne tani jemi kavje. Në këtë moment që po flasim, gati shumica e njerëzve në USA janë kavje. Ua. Sepse është diçka që shumë njerëz do firmosin shumë shpejt, do dalë një ligj që personi i familjes ose një person që vdes ndoshta
kompania Tesla ose disa kompani tjera mund të aplikojnë që të marrin organet dhe gjymtyrët që të krijojnë një humanoid për të njëjtën kujtesë. Edhe përveç se të japin gratis familjes, dhe ata do kenë të drejta shesin dhe në kopje tjera. Ore, ndoshta është herët është para kohe kjo teknologji për... Ka ardhur para kohe, por Kina ka detyruar që botën të evolojë para kohe. Duke vazhduar që Kina tani merr me qera fytyrën e njeriut, merr zërin e njeriut, emrin e një personi dhe krijon një humanoid me këto të dhëna. E kuptoj. Çudi e madhe është, ha? Për mua nuk është çudi, ndoshta për një pjesë komplet. Tjetër është horror ose çudi, nuk s'kam një shpjegim ose diçka eksakte. Jo, ideja është mjafton një psikopat edhe bën lëm gjithë botën, apo jo? Un kam një nofull, ose si ta shpjegoj, kam një nofull që i thotë Elon Musk, domethënë, pjesa e nofullit të Elon Muskut është pak robotike. Kupton? Ka një shprehje që thotë, un kam një nofull komplet robotike dhe kur haj, nxjerr vetëm shkrime kompjuterike. Domethënë, flet një gjuhë shumë të ngatruar, një gjuhë që s'e kupton askush, por nofkën që i thamun Elon Musk, është një manjak teknologji, është një manjak i çmendur. Ose mos është i smur. Një smur nuk mund të jetë i smur një bilioner. Nëse smuret nga parat, atëherë këtë smundjet e donte 99% e botës. Bota ka treguar që çfarë s'ka për atë punë, po. Pra, ti ndoshta vetë je i parimit që duhet frenojmë pak këçi plak, mos po ecë pak si shpejt. Nuk nëse del një ose dy, kthim rapa nuk ka, nëse del një ose dy që ngrihen protestat, ngrihen këto botërore, që thonë ok, ndalojmë teknologjinë, besoj nuk do jetë funksionale as pak. Ndërkohë që Suedia ka po rikthejnë librat. Do shojmë një lajm tjetër pra, shumë shpejt. Ç'lajm tani Kina ka eksportuar modelet e para AI në të gjithë botën, tani në të gjithë botën, më thënë, por në Amerikë kanë eksportuar në Amerikë, Rusi dhe disa shtete goxha të fuqishme. Aq duhet. Për fëmijët klasës parë si, për që kur të mësojnë do lidhen me një mikrochip kujtese. Jo mikrochip kujtese, po memorizime që do marrin në klasë, do ketë një mini kamerë që do të rreth kokës dhe gjitha kujtimet, gjitha mësimet do i rikujtohen në shtëpi. Domethënë nuk do ketë nevojë më fëmijët të ketë ose mos ketë vëmendjen, por do evoluojë diçka më shumë. Të gjitha ato dhënat edhe fëmijët do monitorohet në kohë reale, edhe të dhënat do marrin, por ka diçka që nuk më pëlqen. Nëse fëmia monitorohet të gjithë kohës, shumë shkencëtar besoj e ka një kleçk në tyre që do të mësojnë se si fëmia merr zhvillimin. Nëse mësojnë si fëmia merr zhvillimin, s'më bën lidhje logjike kjo mua. Domethënë, ti thua ta operosh fëmijën, jo të operosh fëmijën. Duhet ta vesh atë çipin pra. Jo të operosh fëmijën, atë implementohet direkt në tru, ka rreze. Po, me rreze. Nuk ka nevojë fare të operosh. Nuk është si Neuralinku që ka Elon Musk. Ata janë akoma më të avancuar, thjesht kanë rreze që monitorojnë fëmijën 24/7, kur është i mërzitur, kur është i lodhur, ata e kuptojnë. Edhe çfarë bëjnë tani? Ata monitorojnë fëmijën gjatë gjithë kohës rritjes së tyre. Në këtë monitorim ata mësojnë si rriten zhvillimet e shumë gjëra të tjera. Shumë njerëz mund të thonë, "Ok, çdo kush e din se si rritet fëmia", po jo në brendësitë e tyre. Dhe në këtë mësim, shkencëtarët marrin të dhëna, shumë të dhëna kryesore, se si mundet ta krijojnë një robot që të marrë evoluimin e vet. Dhe gjithë kjo punë ti thua bëhet me rreze. Bëhet nga rrezat që marrin në komplet. Që do të thotë, ky robi që përdor rrezen mund t'ja bëjë kujtdo që se ka mendjen. Shumë e thjeshtë. Edhe në distancë. Po, problem. Domethënë për të kontrolluar njerëzimin bëhet gjithë kjo më? Normale, duhet të krijojë një specie që është më e zgjuar se ne. Sepse e ka damaj me ta. Sepse vetë multibilionerët e kanë thënë, nëse unë do vdes, do të zëvendësojmë nga dikush më i zgjuar se unë që të vazhdoj pasurinë time. Si është puna e thuan si prallat me se ndoshta janë kështu. Ne kemi parë konspirative apo? Në 2007 kemi parë film ose më herët këto Starlinkun, SpaceX-in edhe shumë gjëra tjera, robotat 2100-ën, 2080-ën, po të 2020-ën vazhduam të çelnin. Shumë shpejt ndodhi një evolim shumë i shpejt pa hapën mbyll syt. Dakor, është bërë goxha e frikshme burr, dakor. Deepfake-u do të gjë më e frikshme akoma. Do flasim për të, kemi kohë. I dashur, u të falenderoj vërtet për to info të shpejta dhe çka ka ndodhur gjatë kësaj kohe që ne nuk e dim, po sa më shumë informacion marrim, aq po të friksuar bëhemi. Tani realitetin duhet ta pranojmë. Ku po shkon kjo bota?
Mirë, falenderoj shumë i dashur. Rrofsh. Mirë. Me telefonatën mëngjesi. Mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Qemali Elbasan. Qemali si dukesh? Mirë. A më Qemal? Unë për temën duhet të flisja. Po më fol. Tashi ku ka fukara lek, ka spiun lek Aldo. Ashtu ë? Më kuptove? Jo, po ti kam frikë se ke kuptuar për çfarë po pyesim neve. Po për spiun edhe pra. Po, domethënë djali i një shokut apo shoqes punon spion. Ka ndonjë problem? Jo, nuk ka problem. Pra. Fukara leku mbjell spiun lek, e kuptove? Po jo më kam marrë të lartë me inteligjencë tamam. Po është problem tjetër, flasim për spiuna që marrin qaf njerëz. Po jo, dispo flasim çfarë do të tilla. Ne po themi çka kemi shkruar si temë. Po të kuptova, faleminderit. Azja. Okej. Ky është halli i madh po bëhet gati për ditë, për të kuptuar për çfarë po flasim. Domethënë njerëzit kanë kështu që marrin vetëm një fjalë nga gjithë tema dhe atë e shqillojnë si duan. Në fakt, shifnin temën, shifnin pyetjen. Okej, mirë, me telefonatën mëngjesi. Mëngjesi Aldo, si jeni? Urime për emisionin. Rrolla, faleminderit. Urdhëroni, kush jeni juve? Të ndjek çdo ditë sepse pensionist jam unë, po sot u bë mundësia për të. Unë kuptoj një gjë, ngatërrojnë shpifsin me spionin. Çka kam hallë unë? Spionët janë profesion dhe po të shohim gjithë historinë e botës, shpeshherë kanë shpëtuar botën nga bëri sorgja për kundër nazizmit, siç bëri shumë agentë. Pastaj ai është një profesion shumë special. Jo çdo njeri e bën atë. Po sigurisht. Ka një gabim shumë të madh. Pastaj do të kuptojmë një gjë. Të informosh nuk është spionlik. Po të shkosh në Europë, unë që kam qenë disa herë, shoh që të huajt, kur shofi një veprim të pa lishëm, të kundralishëm, të qoftë edhe aty në komunitet, lajmërojnë organi kompetent për të mbajtur se kështu është qytetëruar bota, kështu është bërë. Nuk është spionlik të vetëm mbrohesh nga ai që dëmton ambientin, dëmton shoqërinë e tij. Gëzohem që komunikuam bashkë, gjithë të mirët, urime edhe për këte festivalin e këngës magjike. Todo është finale, sa rota ndikësh. Gjithë mirët. Gjithë të mirët. Telefonata mëngjesi. Mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Genci këtej nga Tirana. Jepi Genci, sa më thjesht. Ishte, po të gjëvat e zotrin jam shumë dakord me mendimin e tij. Me këtë që mori tani? Po, ka shumë të drejtë. Se ndryshe nuk bëhet shteti, më kupton. Ti funksion gënjen, domethënë po nuk është turp, domethënë nuk është gjë e keqe. Të ndihmosh drejtsin nga liga. Se kuptova, domethënë? Është gjë shumë pozitive. I bëj thirrje të njerëzve që vetëm të spionojnë polici. Po, atë kanë merak vetë? Nuk në tërë botën ashtu është, edhe Gjermani vetë, po edhe një kuti bosh në lulishte direkt me telefon policin ai. Ashtu. Gjithë populli policë. Po, gjithë populli policë. Qartë. Që bëhet para Shqipëria. Pra ti thua që nuk quhet spionlik. Jo, është shumë gjë pozitive. Shumë gjë pozitive. Pra spionlika është tjetër gjë kur ti për shembull shikon në gruan e një shoku. Edhe vetë i thua shokore, unë e pash gruan tënde me filanin. Ky është spionlik i keq. I keq, s'duhet ta thot. S'duhet ta thot. Në rregull. Duhet ta thot se paket për veten e tij këtë informacion pa përdorur për tjetër gjë. Por çfarë, për të vënë gjob? Po jo gjob shokut, po gjob shoqës. Pra atë kisha fjalën, do. Po, normale. Mirë, Florit. Falenderoj shumë për telefonatën. 069 40 41 003. Mirë, ka kaluar ora. I vjet kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studio. Nuk vonohemi. Okej, mirë shumë. Me telefonatën me mëngjesi. Mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Samir jam nga Franca. Bonjour Samir. Nga Bordura. Bonjour, si dukeni? Mirë, bukurie. Hamu Samir. Tema fantastike. Sidomos për kohë që po jetojmë.
Të thënë drejtën, fjalia, sipas meje, fjalia ka kryefjalë dhe kallëzues. Ne themi kallëzues. Unë jam i, domethënë 50 vjeç pak. Aha. Kallëzimi është pjesë, sidomos në për këto firmat se unë kam përjetu vetë një rast tillë. Po. Që shoferi, që mora vetë shoferin punë, unë që drejtori, mora shoferin dhe shoferi bënte përveç spionimit bënte edhe atë pjesën që interesonte. Aha. Pastaj kur doli e vërteta, shoferi iku nga puna. Domethënë, e hoqi vetë pronari. Domethënë spioni ka vlerën deri në momentin që i duhet dikujt. Po sigurisht. Nuk është një profesion, do thotë. Pra ti thua që nuk është profesion? Jo, nuk është profesion, është pabesi. Nëse ti intereson diçka, për ke shumë kollaj ja thosh kolegut, ose kolegës, se sa në punë. Po për punën po flisim se me çe pash temën se kanë qenë 73 minuta gjithashtu. E qartë. Mirë, më falë të përshëndes vlla. Rosh, gjithë të minat i dashur. Faleminderit. Edhe juve. Edhe gjithë të minat. Okej. Erdhi momenti më në fund për të hapur syt me Armanin ton të Myzeqes. Hamo. Mirë më gjesë, da më gjesë në Myzeqea. Qa këti, pse e mërzit? Jo, se mërzitur. Ka ndodhë në gjë, apo jo? Jo, asë në gjë, për kundra, sot është ditë pazari, është ditë ka qenë për problemi vogël që nuk ka pasur drita, ka pasur probleme me qytetarë. Me banorët e Myzeqes. Po. E marrësh. Qa këti, nuk shoh shumë të rezi? Pse më mirë? Kujdi unë, ke qenë më në humor dhja për dhja? Jo, në humor jam prapë, normal, nuk e di. Afro që të shof, afro? Dëllojnë? Amin humor që e ke në regull. Okej. Këte nga pazare që kemi në gjëtëre? Ka ardhë në gjë? Ja blen të nismi nga Tirana blen në gjë aty? Këtë ditë jo, me thënë të drejtën. Ska pas, jo? Sepse, jo se s'ka ardhur, por nga fakti që mund biri shi, apo mund të bëjnë në rrugën kote. Po, mi me zdo vim në këmë në burë, me aki do vim të gorë. Jo, nuk po them për ju, po them për tregtare që... A, për tregtare! E lëm pushim për vetë faktin se mund të bjerë shi. Normalisht që nuk dalin, dhe më thënë njerës për të blerë diska. Lëre se kuptova, e kuptova shumë qartë. E në pak pushim. Lëre se mora vesh shumë qartë fare. Okej, tjetër që ka patur? Tjetër që ka patur, kemi një zotëri në fakt, cili është grindur, një zotëri cili është grindur me djalin e tij, por dhe me babain e tij, sepse babai i tij e mbante afër djalin e tij dhe e thoshte sipas tij që babai i kishte mësuar duhanin djalit. Ndërkohë djali nuk i kishte treguar dhe babait e tij, por dhe gjyshit që pinte duhan. Do të thënë gjyshi kishte mësuar cigaren nipsese? Sipas zotërisë. Se në të vërtetë edhe gjyshi thoshte që mos e pi cigare të të bëndëm. Mirë po, zotëria kam gurte dhe thoshte nga që ti e pi shpesh dhe mban afër djalin tim, ti ke mësuar cigare. Dhe tu ka filluar konflikti. Tu ka filluar konflikti midis të dyve dhe ka thënë babait që do largohem nga shtëpia. Ky tuni. Do largohem nga shtëpia dhe do jetoj vetëm. Jo, zotëria. Domethënë, na bëre lëmsh o plak, na bëre lëmsh, na bëre se 500 herë i ti, zotëria gjyshi po dhe babi nga që djali, sepse? Lëmsh nuk bëhet. A do i të gjyshi të largohe nga shtëpia, sepse thoshte që kur ti ma akuzon kodë, nuk e dëgjon fjalën time, po do largohem nga shtëpia dhe do jetoj vetëm. Pra i zoti shtëpisë do jetë nga shtëpia. I zoti shtëpisë, po nuk jetonin të shtëpive, jetonin të shtëpia djalit, të blerë. E qartë. Dhe i kishte thënë që do ikë, do jetoj do jetoj vetëm. Si ula? Edhe tani zotëria ka thënë jo se do të besoj. Po si zotëri më buri, madhe e vogël. Po jati djalit. Po çfarë lëmshin na bën, e kupton edhe vetë e kupton çfarë lëmshin. Po më bur. Po e bëre lëmsh. Po më bur. Jati. Tani minut, ku ti thon zotëri ti?
Zotri unë i them babait të djalit vogël që kaq filloi cigare. Po. Ndërsa gjyshi është jati i zotrisë. Gjyshi është jati i zotrisë dhe kërkon të ikë nga shtëpia gjyshi. Po, kërkon të ikë nga shtëpia. Ndërkohë zotria i thotë që zotria i thotë që ti mësove djalit tim cigaren dhe nga kjo gjë i ka thënë do ikë nga shtëpia. Në momentin që i tha do përpiqem të të besoj, ai tha, "Ok, po të lë një afat kohë." Tha që mos më akuzosh më për gjëra kohë. Tha se un jam ai njeri tha që kam pirë më tepër se ty cigare dhe di tha se sa mund të dëmtoj shëndetin djalit tënd. Dhe përkundër si tha, un mund të mësoj një gjë kulturore dhe një gjë tradicionale se sa të mësoj cigare që zakonisht tha, nuk është të gjithë fjalim kaq të gjata, tha gjyshi. Po, gjyshi. Në rregull, shqyr, mirë. E ndrojmë plakot temën se më besohu plakëm 3 vjet, vetëm me këtë. Nga që e ke problem formulimin e fjalisë edhe i bën lëmsh. Po jo, por se do të thonë ishte vetë tillë situata, ishte i baba, ishte edhe gjyshi. Dhe për ta ndarë. Po ç'na bëri me një kokë. Tjetër, ka një gjë më të lehtë, më të thjeshtë, më për mëngjes? Po ka një lajm në fakt, që ka të bëjë me dy motra janë ngrindur me njëra tjetrën. Për çështje lekësh, po, sepse njëra prej motrave i fliste motrës së saj dhe gjente kohën, i thoshte, "Më duhet një lek nga ty, më duhet një ndihmë jote se duhet të bëj diçka." Po. Mirë, po, motra e vuri re këtë gjë që asnjëherë nuk bënte se kur ja harron. Po pra, që asnjëherë nuk ja kthente lekët, po vetëm ja kërkonte dhe bënte sikur harronte, nuk ishte korrekte me atë që thoshte. Për shembull, do t'i sill për X ditë, për shembull për 10 ditë apo 15 ditë, apo një muaj. Por bënte sikur harronte dhe kalonte situatën me qeshur apo me dal një xhiro, apo kur e qeraste me një kafe, thoshte që ja ti më ndihmove, unë qerasa e kështu me radhë. Ua, na kpute. Si përfundim, çfarë festoni dhe kujtoni sot juve? Një sot festojmë dhe kujtojmë ditën kombëtare të kongresit të manastirit, ose si që njëtë ndryshe kongresi i alfabetit. Se që ka nëzë, Zigjon? Që ka nëzë? Kongresi i alfabetit të i quhet Shqipe, më po. Po. Dhe... Po pse keni pushim ju se kemi, ne? Nuk thash e kemi pushim, thash e kujtojmë dhe festojmë. Po si dhe festojmë, jam kurios. Por, për shembull, kemi ka lezet kur... Ka lezet, ka një bukuri kur fëmijët të rriturit të mësojnë të shkruajnë. Lali, a dëgjoj çfarë pyeta më burr? Po pra, si do e festojnë? Po, ti thua ka lezet kur mësojnë. Si do e festojnë, vëlla, çfarë do bëni? Do mblidhemi, duke qenë është fundjavë, do mblidhemi me njëri tjetrin dhe kujtojmë sa e vështirë ka qenë atë kohë, sa e vështirë këtë kohë, dhe si festojnë në atë kohë dhe si do festojmë në këtë kohë. Në këtë kohë do të festojmë duke qenë se është ditë me shi, pse jo afri një xhaku. Ndrojmë muhabetin komplet. Prit. Tjetër gjë kujtoni dhe festoni ju? Tjetër gjë. Po kujtojmë edhe lindjen e Fyra Malavecit, aktorit shqiptar. Çfarë filmi ka luajtur ky mulla? Ma trego pak me që s'po e lexon. Po. Një nga filmat që ka luajtur, që mbaj mend unë, ka qenë kur hapen dyert e jetës. Po çfarë bën te film? Aty ka qenë shoferi i kamionit që bënte ato shaka që tregonte historitë që sa fëmijë do kishte, bënte sikur ishte e martuar. E ngatron me Xhevair Zeneli më. Hajde. Jo, më ishte. Kallin. Xhevair Zeneli më. Qa gjeti me këtë. Qa gjeti. Kush e ka bërë të filmin? Ma kujtoj që? Regjisori s'më kujtojt, po ka qenë djali që erdhi nga, do më thënë, i bëri, ishte... Po, shoferi quaj Kola, e mora e di e maj mundon. Tani, mos na tregoj. Shoferi quaj Kola, dhe ka luajtur Xhevo. Po, ka qenë dy shoferë më burë. Ka qenë... Ora, para të ka qenë parku, po, ka qenë dy shoferë.
Ua. Dishë shpesh që ishin me shpesh aty më burr që bënin rrugën nga fshati në qytet që po pra dhe ky ka qenë edhe njerëz dhe Piro ka qenë shoferi i dytë. Shoferi i parë ka qenë ky Xhevo. Ky i thoshte do martohen. Po mos të lexo kod, po mos bëj sigurisht ke parë burr, po ha. Filmin e kam parë më burr, se kam parë. E kam parë edhe kryetari që do të përfiton. Po, e hapi, se e fortë që po e lexon aty. Si ka emrin personazhi këtu? Çfarë ka më burr, jam me duart këtu të thua hapi. Po jo me dur, ka me duart tu thot. Si ka emrin personazhi kryesor? Ai personazhi kryesor. Thuja, si ka? Jarro. Si do të Jarro ai? Se tu jam. Goni, Beni, Luli, Nardi. Jo Goni, Beni, Luli, Nardi. Fredi, Miranda. Po jo si Miranda më burr. Se Miranda një burr? Po pyes për ata me marrë me radhë. Bardhyli më burr, Luli pra Luli. E çfarë punë bota ky Bardhyli? Po ishte doktor pra, ishte doktor i fshatit, nga që zëvendësoi doktorin e vjetër, dhe erdhi në fshat që do më thënë bëri mjekun. Po, çfarë heroizmi bëri në fund ai? Që shpëtoi djalin e kryetarit nga që kishte ngatrim zorrësh, edhe u përpoqë ai që ja bënte ndërhyrje chirurgjikale, duke qenë se nuk u arriti të transferohej nga fshati. Dhe kë morin telefon ai në fund? Telefon. Pra operacionin ku kishte në telefon gjatë kohës që operonte, ha? Gjatë kohës që operonte kishte pedagogun e tij. Po, me aktorin më njohur? E ke nga zona, ha? Më fanë. I ka plak se më thinja. Mos bëj kot sikur e di më valla. I dia shytin, hajt. Na lodhe më. Okej. Ja të kemi me Olën në Shkodër, zemra më mëngjesi. Mirëmëngjesi Aldo, mirëmëngjesi gjithëve. Jemi zgjuar me këtë motin me shumë rresë që patëm edhe një mini stuhi të vogël, por që e përballuam me sukses. Po, ishte pak rëbesh, domethënë shiu me nga këto gjërat e zakonshme të këtyre ditëve. E qartë, normal këto ditë, po. Po, edhe gjatë natës po ashtu ka qenë e tillë situatë. Natën gjumës kemi marrë vesh jo. Po, edhe ato shkëputit e voglat e energjisë elektrike, sigurisht që nuk janë shumë të rëndësishme gjatë natës. Po që ne mundohemi t'i përballojmë. Sot edhe si ditë pushimi që është, nga që është dita alfabetit, njerëzit me sigurisht që do dalin, madje pjesa më madhe ka. Dita e kujt alfabeti mi? Alfabetit e gjuhës shqipe është dita zyrtare sot, po, edhe është ditë pushimi, e cila do i bie që përkthehet edhe në të hënën që është pushim pra. A dhe hëna pushime? Po, është dhe hëna pushim. Kështu që fëmijët e kanë pushim, administrata pushim. Jeto. Se ka taku dita alfabetit e shtunë, prandaj. Po. Edhe sigurisht që duhet ta festojmë edhe këtë ditë të ditëve. Të gjuhës tonë, pastaj javë tjetër është pak kështu e larmishme, se pastaj kemi 28-29, kështu që është një javë goxha me pushim. Si më që ka pushim tonën? Me futën. Dhe kështu do me thënë, besoj kjo ditë, njerëzit pjesa më e madhe kanë pasur prenotime me thënë drejtën ande nga zonat malore, kryesisht në Ranzëm që është më afër, në mënyrë që ta shijojnë disi fundjavën me familjen. Megjithëse kushtet atmosferike nuk është se lejojnë edhe aq shumë. Nëse. Sigurisht me kampionatin domethënë si jemi është të kampionat. Jo, është anulluar për këtë. Po anulluar? Se rreshtet e shiut po bëjnë të vetën. Dhe nuk dalin dot sepse është gjatë gjithë ditës me rreshtë shiu. Dje patë një takim sa për të takuar me njëri tjetrin, ishte pak nuk ishte shi gjatë paraditës dhe po nuk është se e rifilluar lojën me thënë të drejtën. E kuptoj. Ndërkohë policia ka vijuar me dorë të hekur të arrestimet e saja, edhe dje kemi pas disa arrestime, të cilat u zbulua në kuadër të operacionit Red House, një shtëpi në fakt ku ushtrohej prostitucion. Pas të lajmet, ha? Po, pastaj u arrestua një për që kishte konsumuar alkool në makinë. Për ka që? Për mbajtje pa leje, pastaj dikush tjetër për mbajtje të lëndëve narkotike dhe një tjetër që ishte arrestuar për mashtrime. Kështu që i kishim të shumë llojshme edhe arrestime gjatë ditës së djeshme, të cilat
Sigurisht që na bëjnë të ndihemi më të sigurt. Sa më shumë arrestime, aq më të sigurt jemi. Diskutim. Ajo. Që po punohet. Po të lutem. Sa më aq më. Që goditet krimi në kohë reale. Në real time. Në real time. E bëjmë krimin top në real time, po. Pastaj kemi pas edhe shumë dje dolën shpejt edhe disa nga tregtarët për cilë produktet e tyre. Dolën edhe? Nga që ishte pra dolën, ato purri, spinaq, të gjërat që kanë të mbjedhura. Gjërat e moshës. Po, dhe kështu që e përballuam edhe këtë pjesën e të bërit pazar dje shpejt në mënyrë që kishin përfunduar dhe sot ishte parashikuar kjo dita me shi që do qëndroj njerëzit brenda. Dhe poshtu ka patur kërkesë shumë të madhe edhe për fasule gjatë këtyre ditëve. Po, të ngë ligu madhe dieta jo. Siç është ajo shpreha që kur është kjo koha me shi, sigurisht shkon shumë. E do Robi, mirë e ke. Fasulja me shi. Dhe me këtë dëshirë dhe ëndër për fasule pikërisht në këtë mëngjes me shi, i bie të mbyllim dashumiqtë e programit për ditën e sotme dhe për këtë javë, duke uruar gjithëve shëndet, mbarësi, mos harroni sonte mbrëma nata finale e këngës magjike. Dëgjohemi e shikojmë sërish të hënën në 7:05. Tong tong.